Me 40 milion euro këtë vit do të punësohen mbi 16.000 qytetarë, më së shumti të rinj deri në moshën 29 vjeç. Qeveria ka miratuar planin operativ për punësim. Kryeministri prej që papunësia me këtë të bjerë në 9%. Со овој план се опфаќаат две главни точки. Првата е директна поддршка за стартап бизниси на млади, што и беше моје ветување за младите. Втората работа е организиран пристап во сузбивањето на појавата на пожари, особено присутен проблем во летниот период, зашто ќе се вработат 400 пожарникари кои ќе се стават на располагање на општините, каде ќе има потреба, се разбира, како и дополнително вработување на 600 невработени лица кои ќе бидат ангажирани за јавни работи и општински проекти. Plani këtë vit peshon 7.5 milion euro më shumë se vitin e kaluar. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi theksoi se për të gjitha masat kushti themelor është që të papunët të jenë të regjistruar në qendrat për punësim si kërkues aktiv të punës. Новина од ова година е подмерката поддршка за самообработување на млади невработени лица до 29 години, при што висината на финансиската поддршка изнесува 10.000 евра неповратени средства за основање на бизнис. Drejtori i Agjencisë për Punësim u bëri thirrje të papunëve dhe punëdhënësve të aplikojnë për masat. Првите јавни огласи ќе бидат објавени во најскоро време, а останатите ќе се објавуваат етапно по однапред дефиниран распоред и план. Plani parashikon edhe mbështetje për të rinjt për praktik, shtesa rinore prej 50 euro për të rinjt deri në moshën 23 vjeç që do të punojnë në prodhim. Gjithashtu vazhdon edhe masa për mbështetje të punëdhënësve që për punësimin e të rinjve të papunë deri në moshën 29 vjeç të marrin deri në 250.000 denar për person.